dashur qytetar, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë të bim madhështor këtë në Gjakovë. Në ndajnë veç se 3 javë nga zgjedhjet e 7 qershorit, e këto zgjedhje nuk janë vetëm zgjedhje mes partive. Janë zgjedhje mes 2 ideve për Kosovën. Njëra ide është e jona, e cila e sheh shtetin si të përbashtën ton më të madhe, si shtetit gjithve, si mjet për drejtësi, për zhvillim, për dinjitet. Ideja tjetër e atyre e sheh shtetin si pronë të pakicës, si privilegj grupor e si pushtet për vete. Në këto vite kemi dëshmuar se qeveria, si një nga shtyllat kryesore të shtetit, mund të jetë në anë të qytetarëve. Në anën e pensionistëve, familjeve dhe fëmijëve, punëtorëve në sektorin publik e privat, ushtarëve, policëve e të prodhuesve vendor. Kemi dëshmuar se shteti mund të jetë për krejt, se mund punohet për gjithë. Prandaj gjithnjë më tepër bashkë po bëhemi shumë e më shumë për shtetin. Një qeveri që e shtrin sovranitetin e shtetit cep në cep vendit, një qeveri që nuk lëshon pe asnjëherë kur janë në pyetje interesat vitale të shtetit, një qeveri e cila e rrit mirëqenjen dhe vë në fokus nënat e fëmijët, fermerët e studentët, punëtorët e veteranët, profesionistët dhe mërgatën, që rrit mirëqenjen dhe heq korrupsionin. Një qeveri e tillë është më se natyrshme të kërkoj besimin e qytetarëve për të vazhduar me mandatin e radhës në shërbimin tuaj. E të dashur qytetar, është krejt absurde të kërkosh votën e qytetarëve duke blokuar punën e qeverisë. Ty lutesh qytetarëve të besojnë edhe një herë duke i kërcënuar se në të kundërtën do të vazhdosh me blokimin e shtetit dhe progresin e vendit. Të detyrosh 1 milion qytetarë të shkojnë sërish në kutitë e votimit vetëm 4 muaj pasi ata në mënyrë plebiscitare e shprehën vullnetin e vet, që dikujt nuk po i pëlqeka. Këta duan ta përshtasin popullin sipas tekeve të tyre, por kjo është e pamundur. Ata që janë lodhur për pushtet duan ta lodhin popullin si vullnet. Populli as nuk kërcënohet, as nuk i përshtatet interesave të ngushta e as nuk lodhet. Ai ka folur qartë e do të flas sërish edhe më qartë. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, në politikën tonë ka pasur jo rol lista me kandidat që ngjanin me transaksione interesash, listat ndërtuara për balanca klanesh, për favore personale, për pazare të vogla pushteti. Një republikë serioze nuk mund të ndërtohet mbi rjetëzimin e pazareve. As një shtet nuk u mbajt në këmbë nga njerëz që ngarendin për privilegje. Listat e tilla kanë dështuar dhe do të dështojnë në vazhdimsi. Krejt ndryshe është lista e koalicionit Vetvendosje Guxo Alternativa PSHDK. Lista jonë është një hartë e Kosovës që punon, e shtetit që mendon, e shoqërisë që sakrifikon, e popullit që nuk e sheh shtetin si plaçk momenti, por si përgjegjësi historike. Kjo listë është portreti i profesionistëve,
por jo i profesionistëve të shkëputur nga populli, jo i atyre që diplomën e përdorin si dekor personal. Kjo është lista e njerëzve që dijen e kanë kthyer në shërbim publik. Në këtë listë kemi 7 doktor specialist, kemi 18 kandidat me doktoraturë dhe në përfundim të doktoraturës. Njëra nga gratë e listës sonë ka përfunduar edhe postdoktoraturën, një arritje e shkëlqyer akademike. Doktorët e shkencave në listën tonë janë siguria dhe zotimi se shteti mbahet me dije, disiplinë, këmbgulje dhe inovacion. Ne nuk improvizojmë, ne studiojmë, planifikojmë, ne realizojmë. Në këtë listë janë 39 gra e vajza. Janë gra që udhëheqin, që vendosin, që krijojnë dhe që mbajnë përgjegjësi. Lista jonë ka artist dhe sportist kulminant. Puna e talenti i tyre është garancia se ne njohim përpjekjen e madhe që kërkon skena e shfaqjes dhe gara sportive. Ka ushtarak karriere, njerëz të përgatitur për mbrojtjen e shtetit dhe të popullit, ka mjek të ekselencës, profesionist që qytetarët u kanë besuar jetën e tyre. Në këtë listë ka financier dhe ekonomist briljant, që kuptojnë se ekonomia nuk është statistik e thot tabelash, por kusht i dinjitetit njerëzor. Sepse pa zhvillim ekonomik nuk ka as liri shoqërore. Dhe ka profesor nga pothuajse gjitha disiplinat që i përmbajnë sot universitetet bashkohore në botë. Njerëz të dijes, njerëz të kërkimit shkencor, njerëz që kanë formuar breza të tërë studentësh. 40 kandidat në listën tonë kanë kryer një ose disa ciklet studimit në universitete prestigjioze evropiane dhe amerikane. 25 kandidat vinë nga shkencat ekonomike dhe biznesi, 17 kandidat nga shkencat politike, administrata publike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, 12 kandidat nga fusha juridike dhe të drejtat e njeriut, 10 kandidat nga shëndetësia, mjekësia dhe shkencat e jetës, 10 kandidat nga shkencat sociale, filozofia dhe historia, 9 kandidat nga shkencat teknike, inxhinierike dhe eksakte, 7 kandidat nga artet, 6 kandidat nga gazetaria, komunikimi dhe media, 6 kandidat nga gjuhët dhe letërsia, 4 kandidat nga siguria dhe mbrojtja dhe 2 kandidat nga veterinaria. Kjo është ideja se Republika duhet të përfaqësohet nga njerëz që duajnë dijen, e kanë përvojën dhe njohin jetën reale të shoqërisë. Nga njerëz që njohin ekonominë, ligjin, inxhinierit, shëndetësinë, kulturën, sigurinë dhe arsimin. Lista jonë është pasqyra e sakrificës së brezave të rezistencës. Në këtë listë kësaj janë 18 veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, 12 familjar, të dëshmorëve të dheut, 5 ish të burgosur politik të regjimeve të Jugosllavisë dhe 2 të mbjetuar të masakrave gjatë luftës shqiptare kundër Serbisë së Miloševićit. Të gjithë këta bashk nuk e njohin Republikën si slogan, ata e njohin Republikën si plag, si sakrificë dhe si amanet. Kjo është arsyeja pse kjo listë ka peshë morale, sepse në të bashkohen njerëz të dijes me njerëzit e rezistencës. Në këtë listë kemi edhe 7 kandidat nga Mërgata, sepse Mërgata jonë e ka mbajtur gjallë këtë vend, me punë, me mund dhe me besim. Dhe i kemi 10 kandidat, 30 vjeç e matri. 32 kandidat garojnë për herë të parë.
sepse ne jemi një front I madh qytetar, me dyer hapur, nga ku hapim rrugë për energji të re, për mendim e veprim të ri. Kjo është lista e njerëzve që angazhohen për të mirën publike, e njerëzve që nuk qëndruan anash, që nuk thanë kjo punë nuk bëhet, që nuk u pajtuan me idenë se politika duhet të takoj vetëm atyre që janë të fortë ekonomikisht ose të lidhur me klane të ndryshme. Sepse shteti nuk është pronë private. Republika është e përbashkëta jonë më e madhe dhe shteti bëhet I fortë vetëm atëherë kur njerëzit më të përgatitur, më të ndershëm dhe më të përgjegjshëm vendosin të hyjnë në shërbim të tij. Ne nuk kemi listë spektakli sepse ne e duam artin. Nuk kemi listë marketingu sepse ne e duam prodhimin. Nuk kemi listë blokadash sepse ne e duam progresin. Dhe nuk kemi listë pazarësh sepse ne e duam zhvillimin. Pra, kjo nuk është listë grupacionesh, sepse ne duam shoqërinë, kemi listë me njerëz që ja duan të mirën Kosovës. Sot Kosovës nuk I duhet më shumë zhurmë politike, I duhet më shumë seriozitet, më shumë dije, më shumë njerëz që dinë ndërtojnë institucione dhe jo të zbrazin propagandë mlefi. Prandaj lista jonë nuk është ndërtuar mbi famë boshe apo mbi pazare politike. Kjo listë është ndërtuar mbi punë, mbi dije dhe mbi shërbimin publik. Sepse ne besojmë në modelin e shtetit ku politika nuk është streh e mediokritetit, por bashkim I dijes, I ndershmërisë dhe I përgjegjësisë. Andaj jemi të gëzuar e fort nderuar të paraqesim para jush listën tonë, listën e fitores, listën e numrit 116. Numër 2 Glau Konjufca. Zëvendës kryeministri I parë, ministri I punëve të jashtme dhe diasporës, nën kryetari I parë I lëvizjes sonë. Ka studiuar filozofi në Universitetin e Prishtinës, përveç shumë shkrimeve në këtë fushë ka botuar librin Huti I Minervës fluturon në muzikë, Hegeli, pastaj Epistema e dhomës së zezë dhe Ontologjia e artit të shtatë. Aktivist prej themelimit, deputet I 7 legjislaturave, ka shërbyer si antar I disa komisioneve parlamentare, ka qenë shef I grupit ton parlamentar, nën kryetari I kuvendit, si dhe kryetari I kuvendit për një mandat të plot 4 vjeçar. Ai ka shërbyer edhe në Kurtin E si ministër I punëve të jashtme. Numër 3 Donika Garvolla Shvarc. Donika ka studiuar muzikë e më pas drejtësi në Universitetin e Hamburgut, ndërsa angazhimin politik e nisi gjatë viteve të 90 në Gjermani. Deputete e zgjedhur në 3 legjislatura, për herë të parë në vitin 2021. Mbajti detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres punëve të jashtme dhe diasporës për 5 vite. Në vitin 2022 u zgjodh bashkëkryetare e partisë Guzo, aktualisht zonja Garvolla e ushtron detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres drejtësisë. Numër 4 Avni Dehari.
Avni Dehari ka studiuar gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës, me përvojë shumë vjeçare në arsim gazetari dhe administratë publike, veprimtar, mësues, shkrimtar dhe deputet në 3 legjislatura të Kuvendit të Kosovës. Është autori 33 librave letrar për fëmijë dhe të rritur me kontribut të veçantë në Kosovë e në diasporë në kulturën dhe arsimin shqip. Numër 5, Albulena Haxhiu. Albulena Haxhiu ka studiuar në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës dhe më pas ka vijuar studimet pas universitare në Universitetin e Evropës Juglindore. Aktiviste, deputete në 6 legjislatura, kryetare e Komisionit për Legjislacion për 2 mandate, ka shërbyer si ministre e drejtësisë për 1 mandat plot. Në legjislaturën e 10 u zgjodh kryetare e Kuvendit. Aktualisht Albulena Haxhiu është ushtruese e detyrës së presidentes të Republikës. Numër 6, Hekuran Murati. Hekuran Murati ka studiuar menaxhim biznesi në Universitetin Amerikan, studimet master në menaxhim të investimeve i kreu në Hochschule Bremen dhe Universitetin e Karolinës Veriore Wellington. Ka shërbyer si analist financiar dhe konsulent Ministrinë e Financave në Bankën Qendrore dhe në Bankën Botërore. Në vitin 2019, na u bashkua në lëvizje dhe në të njëjtin vit u zgjodh deputet e kryetar i Komisionit për Buxhet. Në vitin 2021, Hekuran Murati u emërua Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve e këtë vit Hekuran Murati është emëruar Ministër i Financave. Numër 7, Xhelal Sfeshla. Xhelali ka studiuar stomatologji në Universitetin e Tiranës. Pas protestave studentore të vitit 1997, në vitin 1998 ju bashkua ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka punuar si koordinator në International Medical Corp Tirana dhe si drejtor nacional në SOS Kinderdorf International. Në vitin 2013 u emërua drejtori i inspeksionit komunë e Prishtinës. Në qeverin tonë të parë shërbeu si zëvendës ministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pastaj në Kurti 2 u emërua Ministër i Punëve të Brendshme, këtë vit është riemëruar Ministër i Punëve të Brendshme. Numër 8, Mimoza Kusari Lila. Mimoza Kusari Lila ka kryer studimet master për administrim biznesi në Universitetin Duke në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë bursiste Fulbright në Georgetown University, ka shërbyer si deputete, zëvendës kryeministre dhe ministre e tregtisë dhe industrisë, kryetare e komunës Gjakovës dhe kryetare e grupit më të madh parlamentar në historinë e Kuvendit. Aktualisht Mimoza është ministre e industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit, e njëkohësisht është themeluese dhe kryetare e Partisë Alternativa. Në numër 9, Hajrullah Qeku. Hajrullah Qeku ka studiuar shkenca politike në Universitetin e Prishtinës dhe ka magjistruar në qeverisje dhe zhvillim lokal në Universitetin e Trentos në Itali dhe në Universitetin e Regensburgut në Gjermani. E angazhuar më shumë se 15 vjet në çështje trashëgimisë kulturore, turizmit, planifikimit urban dhe mjedisit. Ka shërbyer si zëvendës ministri i turizmit dhe mjedisit në qeverinë e Shqipërisë. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2019 u zgjodh deputet në Kuvendin e Kosovës. Ka shërbyer si ministër i kulturës, rinisë dhe sportit për 5 vite.
Aktualisht Hajrullah Qeku është Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Me numër 10, Shqipe Mehmeti Selimi. Shqipja ka studiuar menaxhim dhe informatik, ka qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës në zonën operative Drenicës në vitin 1998 dhe më pas në zonën operative të Karadakut në vitin 1999. Shqipe Mehmeti Selimi ka qenë deputete në 3 legjislaturat e fundit të Kuvendit të Republikës Kosovës, ku ishte anëtare e Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes dhe Komisionit për punë të jashtme dhe diasporë. Me numër 11, Andin Hoti. Andin Hoti ka studiuar menaxhim dhe informatik në Universitetin e Prishtinës, më herët ka shërbyer si deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, anëtar i Komisionit për Bujqësi dhe i Komisionit për Financa Publike. Nga viti 2021 ka ushtruar detyrën e kryesuesit të Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur me dhunë. Në këtë pozitë ka udhëhequr procesin e institucionalizimit të kërkimit për personat e pagjetur. Në zgjedhjet e fundit parlamentare u zgjodh deputet, ndërsa në vitin 2026 mori detyrën e Ministrit të Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Shqiptare. Numër 12, Arben Vitia. Arbeni ka diplomuar në Qendrën Spitalore Universitare në Tiranë në drejtimin mjekësie përgjithshme. Ka shërbyer si drejtor i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës. Në 4 zgjedhjet e fundit në Kosovë, Arben Vitia u zgjodh deputet dhe në 3 qeveritë e formuara nga lëvizja vetvendosje ka mbajtur postin e ministrit të shëndetësisë. Arben Vitia është kryetar i Qendrës së vetvendosjes në Prishtinë. Numër 13, Saranda Bogojevci. Saranda ka diplomuar në Universitetin Metropolitan të Manchesterit në Britaninë të Madhe dhe është në përfundim të studimeve master në drejtësi tranzicionale të drejtet e njerëzit, ligj dhe rend në Akademinë e Gjenevës. Saranda është një nga të mbijetuarat e masakrës së Podujevës gjatë luftës në Kosovë, përkundër 16 plumbave që qëlluan në trupin e saj kur ishte vetëm 13 vjeçare. Më herët ka shërbyer si drejtoreshe kulturës, rinisë dhe sportit në Prishtinë. Në legjislaturën e 8, Saranda ishte nënkryetare e Kuvendit të Kosovës dhe kryesuese e delegacionit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Këtë vit Saranda Bogojevci është emëruar Ministre e Kulturës dhe Turizmit. Numër 14, Arbrije Nagovci. Arbrija ka studiuar gjuhë dhe letërsi shqipe dhe drejtësi, ndërka që ka përfunduar studimet master në shkencat juridike ndërkombëtare. Karrierën e saj profesionale e ka nisur si mësimdhënëse e gjuhës shqipe, ka shërbyer si drejtoresh për arsim Prishtinë, si nënkryetare e Kuvendit, ministre e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ndërka që në legjislaturën e fundit të Kuvendit, Arbrija ishte kryetare e grupit parlamentar. Arbrije Nagovci është kryetare e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetvendosje. Me numër 15, Arton Konushevci.
Konushevci është gazetar dhe profesionist I komunikimit publik me mbi 2 dekada përvojë në media dhe në gazetari hulumtuese. I diplomuar dhe me studime master në gazetari në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, ai ka ndjekur gjithashtu programe ndërkombëtare në fushën e demokracisë, integrimeve evropiane dhe të diplomacisë. Karrierën e tij e ka zhvilluar në media të njohura si Radio Evropa e Lirë, KTV, Top Kosova Radio dhe Koha Ditore, ku ka ushtruar role si gazetar, korrespondent dhe redaktor. Për kontributin e tij profesional është vlerësuar me çmime dhe mirënjohje ndërkombëtare për raportime me ndikim shoqëror dhe trajtim profesional të çështjeve publike. Artoni është vllai I dëshmorit Ilir Konushevci. Me numër 16 Ejub Maqedonci. Ejupi ka përfunduar 2 programe master në studime strategjike nga Kolegji I Ushtrisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Pensilvani dhe master I shkencave dhe arteve ushtarake nga Kolegji I Komandës dhe Shtabit Përgjithshëm të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka shërbyer si komandant I batalionit të parë të brigadës 153 të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës me një karrierë 24 vjeçare. Si oficer ushtarak I Kosovës, Ejub Maqedonci e mban gradën kolonel. Në vitin 2023 është emëruar ministri I mbrojtjes, detyrë në të cilën është riemëruar si vjet. Me numër 17 Blerim Gashi. Blerim Gashi është politolog me ekspertizë shumë vjeçare në politikat publike dhe qeverisje me fokus në qeverisjen lokale. Ai ka dhënë kontribut në zhvillimin e mendimit kritik dhe politik prej shumë vitesh tashmë. Përveç në sferën politike, Blerimi ka përvojë shumë vjeçare në menaxhimin e projekteve në shoqëritë civile dhe media. Në zgjedhjet e mbajtura me 28 dhjetor 2025, Blerim Gashi u zgjodh deputet I Kuvendit të Republikës Kosovës në legjislaturën e 10, ishte antar I Komisionit për Legjislacion dhe I Komisionit për Integrim Evropian. Blerim Gashi është nga partia partnere Guzo. Numër 18 Fatmire Mulhaxha Kolçoku. Fatmirja është doktoresh dhe specialiste epidemiologjisë, ka përfunduar studimet postdiplomike 2 vjeçare në menaxhment shëndetësor në kuadër të Agjencionit Evropian për Ndërtim në partneritet me Universitetin e Prishtinës. Në politikë është angazhuar që nga viti 2004 dhe është zgjedhur deputete në 7 legjislatura të Kuvendit të Kosovës. Doktoresha Fatmire ka shërbyer 2 mandate si nënkryetare e lëvizjes vetëvendosje, aktualisht është kryetare e Këshillit Përgjithshëm të organizatës Gratë për Vetëvendosje. Numër 19 Artone Rizvanolli. Artonia ka përfunduar studimet në ekonomi në Universitetin e Prishtinës dhe studimet master në Universitetin Staffordshire. Në vitin 2012 ka doktoruar në fushën e ekonomisë në po këtë universitet, mbi lidhjen mes kapitalit njerëzor dhe investimet e huaja direkte në ekonomitë evropiane në tranzicion. Për 15 vjet punoi si hulumtuese dhe konsulente për politika publike me organizata të shoqërisë civile. Që nga viti 2021 shërben si ministre e ekonomisë, këtë vit është riemëruar në këtë detyrë, u zgjodh deputete në 2 legjislaturat e fundit. Numër 20 Armen Muja.
Armen Muja është ekonomist. Gjatë studimeve master dhe të doktoraturës në London School of Economics dhe Corvinus University, ai ka studiuar dhe hulumtuar ekonominë politike dhe rolin e institucioneve në performancën ekonomike në Evropën juglindore. Ka shërbyer si ligjëruar mbi një dekadë. Në legjislaturën e 8 ka shërbyer si kryetari i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere. Armen Muja është zgjedhur deputet në legjislaturat 8, 9 dhe 10 të Kuvendit Kosovës, e këtë vit Armendi është emëruar Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Armen Muja është kryetar i Qendrës së Vetëvendosjes në Mitrovicë. Numër 21, Rozeta Hajdari. Rozeta është magjistre e shkencave për biznes dhe ekonomi nga Universiteti Linean në Suedi dhe kandidate për doktorat në Universitetin e Prishtinës. Ka ligjëruar në Universitetin Haxhi Zeka në Universitetin Amerikan dhe në vitin 2020 u emërua ministre e ekonomisë. Ka shërbyer si ministre e tregtisë, ndërmarrësisë dhe industrisë për 5 vite. Në legjislaturën e 10 Kuvendit, Rozeta Hajdari ishte kryetare e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion. Me numër 22, Dimal Basha. Dimali ka studiuar të drejtën penale ndërkombëtare në John Jay College of Criminal Justice New York, ndërkaq ka përfunduar studimet master marrëdhënie ndërkombëtare me fokus në konflikt dhe siguri në New School University në New York. Dimal Basha ka shërbyer si deputet për 4 mandate nga radhë të lëvizjes vendosje në legjislaturën e 9 të Kuvendit. Dimal Basha është zgjedhur kryetari i Kuvendit, ndërsa nga shkurti 2026 Dimal Basha është emëruar Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit. Numër 23, Fitore Pacolli Dalipi. Fitoria ka përfunduar studimet master në politika dhe qeverisje të Bashkimit Evropian në London School of Economics, është kandidate për doktoraturë në shkenca politike dhe drejtësi në Universitetin e Grazit në Austri. Ka ligjëruar në Kolegjin Universum dhe në programin e përbashkët të Kolegjit Reinvest me London School of Economics në Londër. Fitore Pacolli Dalipi ka qenë deputete në 5 legjislatura, duke shërbyer si kryetare e Komisionit për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim, nënkryetare e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diaspor, si dhe anëtare e Komisionit për Integrime. Fitore Pacolli Dalipi është emëruar këtë vit Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Numër 24, Zef Morina. Zefi është inxhinier i ndërtimtarisë dhe i arkitekturës, i diplomuar në Universitetin e Prishtinës, me përvojë të gjatë në sektorin e ndërtimit dhe menaxhimit. Ka ushtruar funksione drejtuese si dhe poste të rëndësishme publike, përfshirë aty deputet, nënkryetari i Kuvendit Kosovës dhe Ministri i Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Që nga viti 2020, ai është kryetar i Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës, duke vazhduar angazhimin politik në institucionet e Kosovës. Aktualisht, Zef Morina është zëvendësministër në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit. Numër 25, Artan Abrashi. Artan Abrashi është i diplomuar në Fakultetin Juridik, aktivitetin politik e nisi në vitin 2005 si pjesë e lëvizjes vetëvendosje. U zgjodh deputet në legjislaturat 6, 7, 8, 9 dhe 10 të Kuvendit Kosovës, ku ishte anëtar i disa komisioneve parlamentare. Aktualisht, Artan Abrashi është kryetar i Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në Prizren. Arbresh Kryeziu Hyseni.
Me numër 26. Arbresha ka studiuar gazetari në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës, ka ndjekur studime postdiplomike në komunikim në Fakultetin e Shkencave Shoqërore të Universitetit të Gentit në Belgjik. Arbresh Hyseni ka shërbyer si deputete e Kuvendit të Kosovës që nga viti 2019. Në legjislaturën e 8 dhe të 10, ajo ishte kryetare e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë. Nezir Kraki me numër 27. Nezir Kraki ka studiuar për letërsi franceze dhe shkenca politike Spari në Prishtinë dhe pastaj në Paris për studime master dhe doktorat. Është ligjërues, studiues dhe ekspert i politikave evropiane. Në Universitetin e Stanfordit në Kaliforni ka ndjekur programin specializues në vendimarrje strategjike, Strategic Decision and Risk Management. Në vitet 2015 dhe 2016 ishte këshilltar i lartë për politikën e jashtme rajonale çështje shqiptare, pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Neziri është deputet i zgjedhur në 2 legislaturat e fundit. Me numër 28, Ardian Gola. Ardian Gola ka përfunduar studimet themelore dhe master në Universitetin e Prishtinës në drejtimin e sociologjisë. Ndërkaq doktoratën në njëjtin drejtim e kreu në Universitetin e Tiranës. Është ligjërues në Departamentin e Sociologjisë të Universitetit të Prishtinës, ndër të tjera ka publikuar librin Ndarja shoqërore e punës sipas Smithit dhe Durkheimit. Ka shërbyer si deputet në legjislaturën e 8, duke udhëhequr Komisionin Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport, e në legjislaturën e 10, Gola u zgjodh nënkryetar i Kuvendit të Kosovës. Me numër 29, Edona Lalloshi. Edona ka përfunduar studimet në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës. Edona, këngëtare profesioniste, është angazhuar muzikë që nga viti 1994. Edona Lalloshi ka qenë deputete në legislaturat 9 dhe 10 të Kuvendit të Kosovës. Në legislaturën e fundit ishte anëtare e Komisionit për Drejtët e Njerëzit dhe Komisionit për Kulturë, Turizëm dhe Sport. Numër 30, Taulant Kelmendi. Taulanti ka përfunduar studimet themelore master dhe ka ndjek studimet doktorale në shkencat kompjuterike, ka punuar si inxhinier i përpunimit të dhënave në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Angazhimin politik e ka zhvilluar si aktivist i lëvizjes vendosje prej më shumë se 12 vitesh. Në qeverinë Kurti 2 shërbeu si zëvendës ministër në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në legjislaturën e 10 u zgjodh deputet dhe ishte anëtar i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion dhe anëtar i Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike. Taulant Kelmendi është kryetar i qendrës son në Pej. Arsim Ademi, numër 31. Arsimi ka përfunduar studimet themelore dhe master në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Studimet e doktoraturës i ka kryer në Universitetin Norvegjez të Shkencave të Jetës në fushën e Shkencave të Tokës dhe Agronomisë. Është mjek veteriner dhe ligjërues në Fakultetin e Bujqësisë dhe të Veterinarisë në Universitetin e Prishtinës. Në qeverinë Kurti 2 ka qenë zëvendës ministër në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në legislaturën e 10 Kuvendit të Kosovës, Arsim Ademi ishte anëtar i Komisionit për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Transport.
Profesor Arsim Ademi është kryetar I Qendrës Vetëvendosjes në Viti. Numër 32 Arjeta Fejza. Arjeta ka përfunduar studimet themelore dhe master në filozofi në Universitetin e Prishtinës, është angazhuar në mësimdhënie duke ligjëruar lëndët e filozofisë dhe logjikës në gjimnazin Frank Bardhi në Mitrovic. Në vitin 2021 u zgjodh deputete në legjislaturën e 8 Kuvendit Kosovës dhe u rizgjodh në legjislaturat 9 dhe 10 ku ka shërbyer si nënkryetare e Komisionit për të drejtat e njeriut dhe si kryetare e Komisionit për arsim, kultur, rini dhe sport. Arjeta është drejtuese e organizatës Gratë për Vetëvendosje në qendrën tonë në Mitrovic. Adnan Rustemi, numër 33. Adnani ka përfunduar studimet në shkenca politike dhe administratë publike në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Më pas ka vijuar studimet master në shkenca politike, shoqëri civile dhe zhvillim lokal. Është angazhuar si mësimdhënës, antar I Komisionit Qendror Zgjedhor dhe këshilltar politik. Në periudhën 2021-2024 ka qenë deputet dhe kryetar I Komisionit për Legjislacion. Është rizgjedhur deputet në zgjedhjet e fundit parlamentare. Adnani është kryetar I Qendrës së Vetëvendosjes në Lipjan. Numër 34 Arbër Regjaj. Arbër Regjaj ka studiuar gjuhë dhe letërsi shqipe si dhe shkenca politike. Aktualisht ndjek studimet postdiplomike në letërsi shkencore në Universitetin e Prishtinës, ka botuar romane, poezi, monografi dhe publicistik, është zgjedhur deputet për 5 legjislatura radhazi, duke shërbyer në Komisionin për Siguri dhe Mbrojtje dhe Komisionin për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Numër 35 Arjeta Regjepi. Arjeta Regjepi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës në drejtimin matematik informatik. Ka përvojë mbi 25 vjeçare si mësimdhënëse matematikës dhe informatikës. Në legjislaturat 8 dhe 10 ka qenë deputet dhe ka kontribuar në Komisionin për Arsim, Kultur, Rini e Sport, si dhe në Komisionin për Legjislacion. Arjeta Regjepi është kryetare e grave për vetëvendosje në qendrën e lëvizjes në Gjilan. Numër 36 Triera Kasumi Berisha. Triera ka formim akademik në menaxhment dhe administrim biznesi në Prishtinë dhe në Londër. Në angazhimin politik, ajo është ndër themeluesit e partisë Guxo dhe ushtron funksionin e sekretarës dhe të antarës së kryesisë qendrore. Triera është zgjedhur dhe ka shërbyer si këshilltar e Kuvendit Komunal të Prishtinës në mandatin 2021-2025. Në qeverinë Kurti 2 ka shërbyer si shefe e kabinetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, aktualisht e mban pozitën e zëvendës ministres së ekonomisë. Me numër 37 Enver Haliti. Enveri ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës dhe ka mbaruar studimet master në menaxhment në Universitetin e Evropës Juglindore. Është veteran I ushtrisë shqiptare të Kosovës, ka shërbyer si drejtor I drejtorisë së kulturës, rinisë dhe sportit dhe si drejtor I zhvillimit ekonomik dhe turizmit në komunën e Ferizaj. Në vitin 2019, Enver Haliti u zgjodh deputet dhe u rizgjodh në vitin 2021. Në legjislaturën e 10 Kuvendit Kosovës, Enveri shërbeu si kryetar I Komisionit për Buxhet. Jeton Raka, numër 38. Jetoni ka përfunduar studimet universitare në administratë dhe marrëdhënie ndërkombëtare,
ka shërbyer si drejtor i prokurimit në komunën e Shtimës dhe më pas si këshilltar politik në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Ka mbajtur postin e zëvendësministrit në të njëjtën ministri, si deputet i zgjedhur i legjislaturës 10 të Kuvendit të Kosovës. Jetën Raka ishte antar në Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike dhe në Komisionin për mirëqenie sociale. Jetoni është kryetar i qendrës së vetëvendosjes në Kaçanik. Me numër 39, Nora Arapi Krasniqi. Nora është arkitekte dhe specialiste e trashëgimisë kulturore, e diplomuar në Universitetin e Prishtinës dhe me studime master në konservimin e monumenteve në Universitetin Katolik të Lyvenit. Gjatë karrierës së saj ka punuar në organizatën Trashëgimia Kulturore Pakufi në Ministrinë e Kulturës dhe në Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, ndërsa për 5 vjet ka shërbyer si këshilltare e lartë e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, që nga shkurti i vitit 2026 ushtron detyrën e zëvendësministres së parë të Kulturës dhe Turizmit. Me numër 40, Adelina Grainca. Adelina Grainca ka përfunduar studimet master në studime profesionale, parashikimi strategjik dhe inovacioni në Universitetin Amerikan. Gjatë mandatit të saj të parë si deputete e Kuvendit të Kosovës, Adelina ka shërbyer si anëtare në Komisionin për Punë të Jashtme dhe Diasporë, si dhe në Komisionin për Administratë Publike e Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal. Ndërsa në legjislaturën e 10, Adelina Grainca ishte anëtare në Komisionin për Integrim Evropian. Suleman Meholli, numër 41. Suleman Meholli është doktor specialist i shëndetit publik, i angazhuar në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe profesor në Shkollën e Mesme të Mjekësisë Dr. Gjeladin Deda në Mitrovic. Ai ka kryer studimet bazike dhe master në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës, ka shërbyer si drejtori i shëndetësisë dhe përkujdesit social në komunën e Vushtrisë. Në vitin 2025 u zgjodh deputet i Kuvendit të Kosovës dhe antar në Komisionin për Shëndetësi dhe atë për mirëqenie sociale. Suleman Meholli është kryetari i qendrës tonë në Vushtri. Me numër 42, Rufki Suma. Rufki Suma ka kryer studimet master në shkencat juridike dhe ka kontribuar në shërbimin publik në arsim. Gjatë luftës shërimtare, Rufki Suma ishte komandant i brigadës 164 Gafurloku të UÇK-s. Për 3 mandate radhazi u zgjodh kryetari i komunës Hani Telezit si kandidat i pavarur. Rufki Suma u zgjodh deputet në zgjedhjet e mbajtura me 28 dhjetor 2025. Në legjislaturën e 10 Kuvendit të Kosovës, Rufki Suma ishte antar në Komisionin për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Adriana Matoshi, numër 43. Adriana Matoshi ka studiuar aktrib në Universitetin e Prishtinës. Ajo është përblyer me çmimin aktoria më e mirë nga 7 festivale ndërkombëtare filmi. Adriana interpretoi në filmin Cold November që gjendet në Netflix. Në prill i përfundoi xhirimet e filmit Zbardhje të Kaltrina Krasniqit. E sonte është në festivalin e Cannes bashkë me 2 vajzat e saj aktore, ku më e reja i ka vetëm 14 vjeç, por është aktoria kryesore e filmit Dua të Blerta Bashollit. Adriana Matoshi është zgjedhur 3 herë deputete dhe ka kontribuar në komisionet ku trajtohen çështjet e kulturës. Ylbyl Sokoli, numër 44.
Bilbil Sokoli është doktor i shkencave në edukim fizik e sport, aktualisht e mban titullin profesor i asusuar dhe është profesor i angazhuar në Fakultetin e Shkencave Sportive. Bilbili është trajneri që ka udhëhequr ekipet në Superligën e Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut. Ka qenë selektor i Kosovës gjatë periudhës së pavarësimit të sportit në vitet 1996, 1999 dhe pas luftës nga viti 2002 deri në vitin 2005. Në legjislaturën e 10 Kuvendit të Kosovës, Bilbil Sokoli ishte antar i Komisionit për Kulturë, Turizëm dhe Sport. Hekuran Gashi, numër 45. Hekuran Gashi është ekonomist dhe aktualisht shërben si drejtori i Departamentit Politikave Makroekonomike në Ministrinë e Financave. Ka studiuar ekonomi dhe politika publike, si dhe është në përfundim të nivelit master të shkencave në analitik të dhënave. Hekurani ka udhëhequr për afro një dekadë operacionet dhe financat sektorin privat, si dhe ka ofruar konsulencë financiare dhe menaxheriale për 10 biznese nga industri të ndryshme. Me numër 46, Ragmi Mustafi. Ragmiu ka përfunduar studimet në juridik dhe sociologji dhe ka magjistruar në sociologji në Universitetin e Prishtinës, ndërsa është kandidat për doktorat në Universitetin e Tiranës. Ai ka ndjekur programe ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Portugali dhe Norvegji. Ka shërbyer si kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptar, si asamblesë në komunën e Bujanovcit për disa mandate dhe aktualisht është këshilltar politik për Preshev, Medvegjë dhe Bujanovc pranë kryeministrit Kosovës. Me numër 47, Pranvera Jusufi Imeri. Pranvera Jusufi Imeri është kandidate për doktoraturë në politikë publike dhe qeverisje, si dhe është specialiste komunikimit strategjik dhe marrëdhënieve me publikun. Ajo ka mbi 12 vite përvojë në sektorin publik dhe privat, përfshirë angazhime në komunikimin institucional dhe politika publike. Aktualisht ushtron detyrën e shefes kabinetit në Ministrinë e Sportit dhe Rinisë, e më herët ka shërbyer si këshilltare për komunikim në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Qeverinë Kurti 2. Pranvera është nga partia Guxo. Mefail Bajqinovci, numër 48. Mefaili ka përfunduar studimet për komunikim masiv duke u angazhuar në gazetari investigative dhe më pas në institucione publike. Rreth 13 vite ka shërbyer si zyrtar në Agjencinë kundër korrupsionit. Është deputet i 4 legjislaturave. Në qershor 2022, Bajqinovci u zgjodh kryesues i Komisionit për Drejtësi, Punë të Brendshme dhe Bashkëpunim fushën e sigurisë në Asamblenë Parlamentare të Procesit Bashkëpunimit të Evropës Juglindore. Në legjislaturën e 10 Kuvendit të Kosovës, Mefail Bajqinovci ishte kryetari i Komisionit për çështje sigurisë dhe mbrojtjes. Me numër 49, Gane Krasniqi. Gani Krasniqi ka kryer studimet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës. Ai është ndër themeluesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës në ndër figurat kyçe të pranverës shqiptare të vitit 1981. Gani Krasniqi vuajti 10 vjet burg për këtë veprimtari. Pas luftës ka drejtuar shoqatën e të burgosurve politik dhe ka shërbyer si kryetar i komunës së Malishevës në 2 mandate. Në zgjedhjet e vitit 2021, ai u zgjodh deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Me numër 50, Mytaher Haskuka. Mytaher Haskuka studimet master në psikologjinë sociale i kreu në Universitetin Bogazici në Stamboll, ndërsa doktoratën në Universitetin Ludwig Maximilian në Münih. Aktualisht është udhëheqës i Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina.
Në vitin 2014 u zgjodh deputet duke u rizgjedhur edhe në zgjedhjet e vitit 2017. Në të njëjtin vit, ai u zgjodh kryetari i komunës së Prizrenit. Në legjislaturën e 10 Kuvendit të Kosovës, Haskuka ishte antar i Komisionit për Arsim, Shkencë dhe Teknologji, Komisionit për të Drejtat e Njerëzit dhe Komisionit për Mirëqenie Sociale. Liza Gashi, numër 51. Liza Gashi është diplomuar në marrëdhënie ndërkombëtare dhe shkenca politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një përvojë të pasur në menaxhim, diplomaci dhe ndërlidhje komunitare, të cilën e konkretizoi përmes themelimit të organizatës Germin, e cila ka ndërtuar ura të fuqishme mes Kosovës dhe diasporës shqiptare. Ka shërbyer 2 herë si zëvendësministre e punëve të jashtme dhe diasporës, po ashtu në legjislaturën e 9 është zgjedhur deputete në Kuvendin e Republikës Kosovës. Në legjislaturën e 10 Liza Gashi ka qenë zëvendëskryetare e Komisionit për Integrim Evropian dhe antare e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike. Me numër 52 Ilir Qeriqi. Ilir Qeriqi është kandidat për doktoratur në shkencat e sigurisë, që nga angazhimi i tij në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës ka vijuar punën në ndërtimin dhe forcimin e institucioneve të sigurisë. Në Forcën e Sigurisë të Kosovës ka mbajtur pozita të rëndësishme si shefi stafit në shtabin e përgjithshëm të FSK-s, atashe i mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shefi kabinetit të komandantit të FSK-s, drejtori i departamentit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe sigurinë në Ministrinë e Mbrojtjes. Në legjislaturën e 10 Kuvendit të Kosovës, Ilir Qeriqi ishte antar i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Elvira Ibrahimi Hoti me numër 53. Elvira Ibrahimi Hoti ka përfunduar studimet master në drejtimin banka, financa dhe kontabilitet në Universitetin e Prishtinës dhe është kontabiliste dhe auditore e certifikuar si dhe antare e shoqatës së kontabilistëve dhe auditorëve të Kosovës. Ajo ka përvojë në drejtimin e departamenteve financiare, si dhe ka ushtruar funksione në borde dhe komitete auditimi. Që nga viti 2016, udhëheq firmën e saj të kontabilitetit Axel Accounting dhe angazhohet gjithashtu si trajnere dhe ligjëruese. Me numër 54 Ejup Ahmeti. Ejup Ahmeti studimet e larta i ka përfunduar në Universitetin e Evropës Juglindore në drejtimin administrim biznesi Dega Finance. Ka përvojë të gjerë në sektorin privat, ku ka punuar menaxhim biznesi, financa dhe projekte që lidhen me zhvillimin ekonomik, modernizimin e bujqësisë dhe përdorimin e teknologjisë për proceset e punës. Në zgjedhjet e mbajtura me 28 dhjetor 2025, Ejup Ahmeti u zgjodh deputet. Në legjislaturën e 10 Kuvendit të Kosovës, ai ishte antar i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion. Me numër 55 Labinot Demi Murtezi. Labinota ka përfunduar shkollën e mesme për mjekësi dhe studimet e larta për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës. Labinota ka shërbyer si deputete e Kuvendit të Republikës Kosovës në legjislaturat 5, 7, 8, 9 dhe 10. Në legjislaturat 7 dhe 8 ka qenë antare e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Komisionit për të Drejtat e Njerëzit dhe Komisionit Hetimor Parlamentar për menaxhimin e pandemisë. Ndërkaq në legjislaturën e 10 ajo ishte antare e Komisionit për Shëndetësi. Me numër 56 Valon Ramadani. Valon Ramadani, diplomuar në administratë publike dhe diplomaci, deputet për 5 mandate radhës si pjesë e vetëvendosjes. Në legjislaturën e 8 Valoni ka shërbyer në Komisionin për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe Media, ku ka mbajtur pozicionin e kryetarit të komisionit. Në legjislaturën e 10 të Kuvendit të Kosovës, Ramadani ishte antar i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion.
Me numër 57, Egzon Azemi. Egzoni ka ndjekur studimet në Fakultetin Filozofik të Universitetit Prishtinës. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017 garoi për herë të parë dhe ishte asamblesë në Kuvendin Komunal Prishtinës. Në vitin 2023 u angazhua si këshilltar i ministrit të shëndetësisë, ndërsa ka ushtruar detyrën e shefit kabinetit në këtë ministri. Egzon Azemi u zgjodh deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025 në legjislaturën e 10 Kuvendit Kosovës, ka qenë antar i Komisionit Parlamentar për Administratë Publike. Me numër 58, Krenare Qerkini. Krenaria ka përfunduar studimet bachelor dhe master në fushat e gjuhës, komunikimit dhe arsimit, përfshirë një master me bursë Chevening në Bangor University dhe është në përfundim të doktoratës në Vri Universitet të Brukselit. Ka mbi 8 vite përvojë si ligjëruese universitare në arsimin e lartë. Ajo ka qenë presidente e Unionit Studentëve të Kosovës dhe ka bashkëpunuar me organizata ndërkombëtare si Unioni i Studentëve Evropian, duke përfaqësuar Kosovën në iniciativa dhe programe ndërkombëtare në fushën e arsimit dhe të rinisë. Me numër 59, Armen Baloku. Armen Baloku ka përfunduar Fakultetin e Arteve, dega Arteve Dramatike, drejtimi aktrimit në nivelin bachelor dhe master. Ai ka karrierë të pasur si aktor i teatrit dhe filmit që nga mosha e hershme. Përveç angazhimit në teatr dhe film, ai ushtron edhe veprimtari pedagogjike si ligjërues i aktrimit, duke kontribuar në formimin e aktorëve të ri në vendin tonë. Me numër 60, Naim Bardiqi. Naim Bardiqi ka përfunduar studimet në mjekësinë e aviacionit në King's College në Londër, duke u certifikuar si mjek i aviacionit. Ka shërbyer si sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Shëndetësisë të Republikës Kosovës, ka udhëhequr bordin e Fondit të Sigurimit Shëndetësor dhe ka shërbyer si kryetar i bordit të SHSKUK-s. Ligjërues në Kolegjin Hajmerer dhe asistent profesor në klinikën e onkologjisë në Universitetin e Prishtinës, e Naim Bardiqi u zgjodh deputet në legjislaturën e 10 Kuvendit Kosovës, në të cilën shërbeu si antar i Komisionit Parlamentar për Shëndetësi. Agon Batusha me numër 61. Agon Batusha ka përfunduar studimet në integrim evropiane, ndërsa vazhdon studimet pas universitare në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës. Ai ka qenë deputet i Kuvendit Kosovës në legislaturat 7 dhe 8, antar i Komisioneve Parlamentare për Administratë Publike dhe Integrim Evropian, ndërsa aktualisht mban pozitin e zëvendësministrit në Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal. Agon Batusha është kryetar i qendrës së lëvizjes vetëvendosje këtu në Gjakov. Me numër 62, Vigan Qërolli. Vigani është jurist dhe profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, me studime doktorale në Universitetin e Gracit dhe master në Universitetin Corvinus Budapestit. Ai ka shërbyer si zëvendësministri i drejtësisë dhe deputet i Kuvendit Kosovës, ku ka qenë zëvendës kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe antar i Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë. Me numër 63, Shqipe Metaj Isufi. Shqipe Metaj Isufi është profesore e gjuhës angleze me studime master dhe doktoraturë në shkenca arsimore, me përvojë në arsimin fillor të mesëm dhe universitar. Ajo është zgjedhur deputete e Kuvendit Kosovës në legjislaturat 8 dhe 10, ku ka qenë antare e Komisionit për Buxhet dhe Komisionit për Arsim, Shkencë dhe Teknologji. Me numër 64, Arsim Berisha. Arsimi është specialist i mjekësisë familjare dhe ka shërbyer si kryeshef
i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prizren, si dhe si shef i vaksinimit, që nga viti 2021 mban detyrën e zëvendësministrit të shëndetësisë në qeverinë e Kosovës me angazhim në politikat e kujdesit parsor dhe të shëndetit publik. Ai është veteran i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe antar i kryesisë së partisë Guzo. Me numër 65, Farush Regjepi. Farush Regjepi është doktor i shkencave në histori dhe teologji, profesor universitar dhe autor i disa publikimeve shkencore brenda dhe jashtë vendit. Ai ka shërbyer si dekan në institucionet e arsimit lartë dhe ka qenë antar i Komisionit për Integrim Evropian dhe i Komisionit për Arsim, Shkencë dhe Teknologji në Kuvendin e Kosovës gjatë legjislaturës së 10. Me numër 66, Mimoza Shala. Mimoza Shala është ekonomiste e diplomuar, pjesëtare e UÇK-s gjatë viteve 1998-1999 dhe e plagosur në betejën e Qabratit me 7 maj 1999 në Gjakov. Ajo ka qenë asambleiste në Kuvendin Komunal Gjakovës dhe deputete në legjislaturën e 10 Kuvendit Kosovës, ku ka shërbyer në Komisionin për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë dhe në Komisionin për Mirëqenie Sociale. Me numër 67, Ermira Bytyqi. Ermira Bytyqi është ekonomiste e diplomuar në Universitetin e Prishtinës dhe ka mbi 18 vite përvojë profesionale në fushën e financave të kontabilitetit, përfshirë dhe studime profesionale në Institutin e Kontabilistëve, Auditorëve dhe Financierëve. E ka filluar karrierën në sektorin privat paralelisht me studimet universitare. Me numër 68, Ilir Kërçeli. Ilir Kërçeli ka përfunduar studimet në ekonomi, si dhe master në administratë publike dhe qeverisje digjitale. Ai ka shërbyer si shef kabineti i kryetarit të Kuvendit të Kosovës nga viti 2021 deri në vitin 2024 dhe si deputet në legjislaturat 9 dhe 10, ku ka qenë antar i Komisionit për Buxhet dhe Komisionit për Kulturë, Rini dhe Sport. Me numër 69, Fitim Haziri. Fitim Haziri është stomatolog i diplomuar në Universitetin e Shkencave dhe Teknologjisë në Sana dhe ushtron profesionin e tij që nga viti 2006 në klinikë dentare. Ai është zgjedhur deputet i Kuvendit të Kosovës në disa legjislatura 7, 8, 9 dhe 10, ku ka qenë antar i disa komisioneve parlamentare. Në legjislaturën e 10 Kuvendit të Kosovës, Fitim Haziri ishte antar i Komisionit për Shëndetësi dhe i Komisionit për Administratë Publike. Me numër 70, Ali Dula. Ali Dula ka përfunduar studimet bachelor në gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës, master në komunikim masiv dhe gazetari, si dhe doktoraturën në Universitetin Marmara në Stamboll. Ai ligjeron në kolegjin AB. Ali Dula drejton qendrën tonë në Rahovec dhe është zëvendësministër në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Me numër 71, Drita Pajaziti. Drita Pajaziti ka përfunduar studimet në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës, si dhe master në studime evropiane dhe administratë publike. Ajo ka punuar në shoqërinë civile për të drejtat e njeriut dhe fuqizimin e grave, si dhe në sektorin privat në pozita menaxheriale në fushën e sigurimeve. Në vitin 2025 është zgjedhur 2 herë deputete e Kuvendit të Kosovës. Me numër 72, Valon Peci. Valon Peci ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik. Ka mbi 15 vite përvojë profesionale si menaxher i një rrjeti të suksesshëm marketesh në Kosovë.
Gjatë karrierës së tij është angazhuar edhe në organizata vendore ndërkombëtare, ndërsa për një periudhë ka ushtruar edhe profesionin e gazetarit. Valën Pesi është pjesëtar i Partisë Guxo. Me numër 73, Abdullah Klinaku. Abdullah Klinaku ka përfunduar Fakultetin Juridik dhe master në shkenca juridiko-civile, si dhe ka ndjekur specializim në kriminalistik në Universitetin e Bohumit në Gjermani. A i ka shërbyer si këshilltar politik në Ministrinë e Shëndetësisë, drejtor për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në komunën e Vushtris dhe deputet në legislaturën e 10 të Kuvendit të Kosovës, ku ishte antar i Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë. Me numër 74, Adelina Tërshoni. Adelina Tërshoni ka përfunduar studimet bachelor në gazetari në Universitetin e Prishtinës, si dhe master në menaxhim të konflikteve dhe aksione humanitare në Universitetin e Sienës në Itali. Ajo është aktive për mbi 10 vjet në fushën e drejtave të grave dhe drejtësisë sociale, duke punuar me organizata vendore dhe ndërkombëtare. Me numër 75, Shefqet Gjocaj. Shefqet Gjocaj ka kryer studimet në arkitekturë në Fakultetin Teknik të Universitetit Prishtinës, si dhe bachelor e master në dramaturgji në Fakultetin e Arteve. A i ka punuar si mësimdhënës nga vitin 1986 deri në vitin 1997, si gazetar gjatë luftës dhe si pjesë e organizatave ndërkombëtare. Në periudhën 2014-2022 ka shërbyer si drejtor i ansamblit kombëtar të këngëve dhe vallëve Shota për 2 mandate. Si skenarist i filmit Kthimi, është fitues i çmimeve ndërkombëtare, përfshirë Sundance Film Festival dhe Sarajevo Film Festival. Me numër 76, Fejm Taher Sylaj. Fejm Taher Sylaj ka studiuar për letërsi dhe gjuhë shqipe në Universitetin e Prishtinës dhe ka punuar mbi 2 dekada si gazetar në gazetën Rilindja dhe media të tjera vendore e ndërkombëtare. A i ka shërbyer si mësimdhënës gjatë periudhës së sistemit paralel të arsimit në Kosovë dhe si këshilltar i kryetarit Kuvendit në legjislaturën e 8. Me numër 77, Vlora Vučitrna Çmega. Vlora Vučitrna Çmega ka përfunduar studimet në kimi në Universitetin e Prishtinës dhe master në farmaci, duke u kualifikuar si farmaciste. Ajo është zgjedhur asambleiste në Kuvendin Komunal Trahovecit për 2 mandate radhazi dhe ka qenë angazhuar në çështje lokale që lidhen me komunitetin rinin dhe zhvillimin e komunës. Me numër 78, Viktor Buzhala. Viktor Buzhala ka studiuar gjuhë italiane në Universitetin për të huajt në Perugia dhe ekonomi në Universitetin e Perugias, si dhe ka përfunduar studimet për ekonomi në Universitetin e Prishtinës, duke u specializuar në sektorin e financave. A i ka punuar si gazetar ekonomik dhe hulumtues për mbi 2 dekada dhe më pas ka mbajtur pozitat e larta menaxheriale në sektorin e energjisë në Kosovë, përfshirë KEK, KEDS dhe KESCO. Me numër 79, Bajram Mehmeti. Bajram Mehmeti ka përfunduar studimet në gjuhë dhe letërsi frënge dhe në ekonomi në Universitetin e Prishtinës, si dhe ka ndjekur studime në Akademinë Ushtarake dhe trajnime në Wall Street Institute në Zvicër. A i ka qenë përkthyes zyrtar në Zvicër që nga vitin 1997 ka shërbyer në struktura ushtarake dhe institucionale gjatë viteve të 90-ta. Me numër 80, Kadrije Lika Troni. Kadrije Lika Troni ka përfunduar studimet në gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës dhe ka punuar në arsim, sektor bankar dhe menaxhim kompani private.
Ajo është zgjedhur asambleistë në Kuvendin Komunal Kaçanikut në vitet 2021 dhe 2025, ku ka shërbyer si shefe e grupit televizjes Vetëvendosje dhe anëtare e Komitetit për Politikë dhe Financa. Me numër 81 Agim Bahtiri. Agim Bahtiri ka ndjekur studimet në menaxhment në Holand. Ai ka punuar si menaxher në sektorin privat në Holand, ka udhëhequr komunën e Mitrovicës si kryetar për 2 mandate, nga viti 2013 deri në vitin 2021. Në legjislaturën e 10 Kuvendit të Kosovës, Bahtiri ishte anëtar i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Me numër 82 Filiz Mustafa. Filiz Mustafa ka përfunduar studimet bachelor në punë sociale në Universitetin e Prishtinës, ndërsa po ndjek studimet master në sociologji. Ai ka punuar si terapist dhe punëtor social në qendrën e autizmit në Prishtinë. Nga viti 2018 është angazhuar si sekretar organizativ në qendrën tonë në Sharr, kurse nga fundi vitit 2019 në sekretariatin e përgjithshëm të lëvizjes. Nga viti 2022 ishte këshilltar politik i grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës. Me numër 83 Skënder Thaçi. Skënder Thaçi studimet e larta i ka ndjekur në drejtimin e makinerisë, duke u profilizuar në fushën e zhvillimit teknik dhe industrial. Ai është anëtar i bordit këshilldhënës të Këshillit të Ambasadorëve Shqiptar, bashkëpunëtor në Universitetin Publik Haxhi Zeka në Pej dhe kryetar i bordit për turizëm. Gjithashtu është anëtar i Odës Ekonomike Austriako-Kosovare, kryetar i shoqatës për promovimin e turizmit malor të Kosovës. Është nderuar me tituj dhe dekorate të ndryshme, përfshirë këtu urdhrin Nëna Tereza dhe tituj qytetar nderi. Skënder Thaçi vjen nga Partia Alternativa. Me numër 84, Marigona Bekteshi Ferati. Marigona Bekteshi Ferati është profesore universitare dhe ligjëruese vizitore në Universitetin e Helsinkit për vitet 2026 dhe vitin ardhshëm 2027. Ajo ka doktoratur në Akademinë Kombëtare të Filmit dhe Teatrit në Sofje dhe postdoktoratura në Stella Adler Academy në Hollywood dhe në Universitetin e Portos. Gjithashtu ka përfunduar dhe bachelor management. Ajo është hulumtuese dhe është themeluese e festivalit të teatrit Mitrik Fest në Mitrovic, ka realizuar mbi 10 produksione teatrale dhe 10 projekte artistike, kulturore dhe edukative brenda dhe jashtë Kosovës. Me numër 85, Raimonda Ahmetaj. Raimonda ka përfunduar studimet bachelor në banka, financa dhe kontabilitet në Universitetin e Prishtinës, si dhe në aktrim në Fakultetin e Arteve. Ajo është aktore e angazhuar në teatr dhe film, me rolin e shfaqjes si Medea dhe Trojan Women, si dhe në filma si Fatima dhe Kthimi. Përveç aktrimit ka përkthyer në shqip vepra nga dramaturgjia botërore, si për shembull Nata me këngë e nobelistit Jun Fosse. Me numër 86 Jeton Mehmeti. Jeton Mehmeti ka përfunduar studimet në ekonomi, drejtimi i biznes ndërkombëtar, si dhe master në menaxhim biznesi dhe marketing. Jetoni ka mbi 20 vite përvojë në sektorin privat dhe publik në Kosovë, ka shërbyer si kryetari i bordit të drejtorëve të Kostit dhe më pas si zëvendës ministër i industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit nga viti 2026. Gjithashtu ka punuar si këshilltar në UNDP me fokus në zhvillimin ekonomik dhe reforma institucionale. Jeton Mehmeti vjen nga Partia GUZ. Me numër 87 Gazmen Krasniqi. Gazmen Krasniqi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës. Ai është arkitekt me përvojë në projektim dhe planifikim urban, i fokusuar në zhvillimin urban, infrastrukturë dhe mbrojtjen e mjedisit.
prej vitit 2025 është drejtor për planifikim urban, katastër dhe pronë në komunën e Obiliqit Kastrioti. Me numër 88, Luan Aliu. Luan Aliu ka studiuar kriminalistik, a i ka shërbyer si këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme gjatë qeverisë Kurti 1 dhe si deputet në legislaturat 8 dhe 10 të Kuvendit Kosovës, ku a qenë antar i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Me numër 89, Osman Musliu. Osman Musliu ka përfunduar shkollimin fetar në Prishtinë. Nga viti 1984 deri në 1997 ka shërbyer si imam në Peçan Suarekës dhe ka qenë i angazhuar në procese shoqërore si demonstratat dhe pajtimi i gjatëqeve në vitet e 90-ta. Pas luftës, Osman Musliu ka vazhduar aktivitetin publik duke mbajtur qëndrime në debatin publik dhe çështjet fetare e shoqërore. Me numër 90, Nita Gashi. Nita Gashi ka përfunduar studimet në biznes dhe menaxhment në Kosovë dhe në Mbretërinë e Bashkuar si përfituese e bursës Erasmus. Ajo ka mbi 4 vite përvojë menaxhim biznesi dhe zhvillim projektesh. Nita Gashi vjen nga Partia Alternativa. Me numër 91, Shpend Nuhiu. Shpend Nuhiu ka përfunduar studimet bachelor në psikologji në Universitetin e Tetovës dhe master në administrim publik në Universitetin e Evropës Juglindore. A i ka shërbyer si drejtori i arsimit në komunën e Gjilanit, si shef i kabinetit në Ministrinë e Punëve të Brendshme gjatë qeverisë Kurti 1 dhe si asamblejës në Gjilan në vitin 2025. Me numër 92, Met Shatri. Met Shatri ka studiuar stomatologji në Universitetin e Prishtinës dhe specializimin në endodonci në klinikën stomatologjike universitare të Kosovës. Ajo është themelues i ordinancës Dentline në Prishtinë, ka publikuar punime shkencore në platforma të indeksuara ndërkombëtare në fushën e stomatologjisë. Me numër 93, Aida Ferati Doli. Aida Doli ka përfunduar studimet master në inxhinieri dhe teknologji ushqimore në Universitetin e Prishtinës. Aida ka shërbyer si drejtoresh e drejtorisë së mjedisit dhe pyjeve në komunën e Mitrovicës dhe tani është asambleiste në komunën veriore të Mitrovicës. Me numër 94, Arjeta Ajeti. Arjeta Ajeti ka diplomuar në Akt 3 në Universitetin e Prishtinës dhe ka përfunduar masterin e dramaturgji. Ajo ka luajtur rolin teatrin kombëtar të Kosovës, ka punuar si mësimdhënëse dhe drejtuese e departamentit të arteve në Prishtina High School, si dhe është angazhuar në projekte artistike dhe trajnime ndërkombëtare në fushën e leadershipit dhe të artit. Ajo është nga Partia Demokristiane Shqiptare. Me numër 95, Enver Dugolli. Enver Dugolli ka përfunduar studimet master në sociologji në Universitetin e Prishtinës. A i ka qenë i burgosur politik 2 herë dhe i mbijetuar i masakrës së burgut Dubravës, ndërsa pas luftës ka shërbyer në trupat mbrojtëse të Kosovës dhe në forcën e sigurisë Kosovës deri në gradën general brigade. Enver Dugolli ka shërbyer si zëvendësministri i mbrojtjes në qeverinë Kurti 1 dhe për një periudhë në qeverinë Kurti 2. A i ka qenë deputet në legislaturën e 8 dhe të 10 të Kuvendit Kosovës, ku në një mandat ka shërbyer si nënkryetar dhe në tjetrin si antar i Komisionit për çështjet të sigurisë dhe të mbrojtjes. Me numër 96, Fatos Geci. Fatos Geci ka përfunduar studimet bachelor dhe master në banka, finance dhe kontabilitet në Universitetin e Prishtinës
dhe ka ndjekur studimet doktorale në njëjtën fushë. Ai ka përvojë në sektorin privat financiar dhe ka shërbyer si deputet në legjislaturën e 10 të Kuvendit të Kosovës, ku ishte antar i Komisionit për Buxhet dhe i Komisionit për Integrim Evropian. Me numër 97, Bajram Mavriqi. Bajram Mavriqi ka përfunduar studimet në ekonomi dhe master në menaxhment dhe që nga viti 2008 ka punuar në fushën e kontabilitetit në ndërmarrje private në Anamorov. Ai është zgjedhur deputet në Kuvendin e Kosovës në vitet 2025 dhe ka shërbyer në Komisionet për Administratë Publike dhe për mbikëqyrje të financave publike. Bajram Mavriqi është kryetari i qendrës së vetëvendosjes në Dardan Kamenic. Me numër 98, Fjolla Ujkoni. Fjolla Ujkoni ka përfunduar studime në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës dhe po ndjek studimet pas universitare në administratë publike dhe diplomaci. Ajo është zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës në 4 mandate dhe ka shërbyer në Komisionin për të Drejtat e Njerëzit, Komisionin për Integrim Evropiane dhe Komisionin për Punë të Jashtme e Diasporë. Me numër 99, Hysni Mehani. Hysni Mehani ka kryer studimet universitare themelore dhe master në Universitetin e Prishtinës në Departamentin e Filozofisë. Që nga viti 2013 është angazhuar në lëvizjen vetvendosje dhe aktualisht është kryetar i qendrës së lëvizjes në Skënderaj. Ka shërbyer si këshilltar për media në Ministrinë e Shëndetësisë, si dhe si këshilltar i lartë profesional në grupin parlamentar të lëvizjes vetvendosje. Aktualisht, Hysni Mehani ushtron detyrën e zëvendësministrit në Ministrinë e Financave. Me numër 100, Valon Hoti. Valon Hoti ka studiuar në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës. Ai është angazhuar në lëvizjen vetvendosje që nga viti 2007 dhe ka shërbyer si antar i Kuvendit Komunal Malishev dhe si koordinator për qendrat në lëvizje për 8 vjet. Ka qenë këshilltar i lartë dhe shef kabineti në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, si dhe deputet në legjislaturat 9 dhe 10 të Kuvendit Kosovës, gjatë së cilës ishte antar i Komisionit për Buxhet. Me numër 87, Gazmen Krasniqi. Gazmen Krasniqi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës. Ai është arkitekt me përvojë në projektim dhe planifikim urban, i fokusuar në zhvillimin urban, infrastrukturë dhe mbrojtjen e mjedisit. Prej vitit 2025 është drejtor për planifikim urban, katastër dhe pronë në komunën e Obiliqit Kastrioti. Me numër 88, Luan Aliu. Luan Aliu ka studiuar kriminalistik. Ai ka shërbyer si këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme gjatë qeverisë Kurti 1 dhe si deputet në legislaturat 8 dhe 10 të Kuvendit të Kosovës, ku ka qenë antar i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Me numër 89, Osman Musliu. Osman Musliu ka përfunduar shkollimin fetar në Prishtinë. Nga viti 1984 deri në 1997 ka shërbyer si imam në Peçan Suarekës dhe ka qenë i angazhuar në procese shoqërore si demonstratat dhe pajtimi i gjatëqeve në vitet e 90-ta. Pas luftës, Osman Musliu ka vazhduar aktivitetin publik duke mbajtur qëndrime në debatin publik
dhe çështjet fetare e shoqërore. Me numër 90, Nita Gashi. Nita Gashi ka përfunduar studimet në biznes dhe menaxhment në Kosovë dhe në Mbretërinë e Bashkuar si përfituese e bursës Erasmus. Ajo ka mbi 4 vite përvojë menaxhim biznesi dhe zhvillim projektesh. Nita Gashi vjen nga Partia Alternativa. Me numër 91, Shpend Nuhiu. Shpend Nuhiu ka përfunduar studimet bachelor në psikologji në Universitetin e Tetovës dhe master në administrim publik në Universitetin e Evropës Juglindore. Ai ka shërbyer si drejtor i arsimit në komunën e Gjilanit, si shef i kabinetit në Ministrinë e Punëve të Brendshme gjatë qeverisë Kurti 1 dhe si asamblejist në Gjilan në vitin 2025. Me numër 92, Met Shatri. Met Shatri ka studiuar stomatologji në Universitetin e Prishtinës dhe specializimin në endodonci në klinikën stomatologjike universitare të Kosovës. Ai është themelues i ordinancës Dentline në Prishtinë, ka publikuar punime shkencore në platforma të indeksuara ndërkombëtare në fushën e stomatologjisë. Me numër 93, Aida Ferati Doli. Aida Doli ka përfunduar studimet master në inxhinieri dhe teknologji ushqimore në Universitetin e Prishtinës. Aida ka shërbyer si drejtoresh e drejtorisë së mjedisit dhe pyjeve në komunën e Mitrovicës dhe tani është asambleiste në komunën veriore të Mitrovicës. Me numër 94, Arjeta Ajeti. Arjeta Ajeti ka diplomuar në Aktrim në Universitetin e Prishtinës dhe ka përfunduar masterin e dramaturgji. Ajo ka luajtur rolin teatrin kombëtar të Kosovës, ka punuar si mësimdhënëse dhe drejtuese e departamentit të arteve në Prishtina High School, si dhe është angazhuar në projekte artistike dhe trajnime ndërkombëtare në fushën e leadershipit dhe të artit. Ajo është nga Partia Demokristiane Shqiptare. Me numër 95, Enver Dugolli. Enver Dugolli ka përfunduar studimet master në sociologji në Universitetin e Prishtinës. Ai ka qenë i burgosur politik 2 herë dhe i mbijetuar i masakrës së burgut Dubravës, ndërsa pas luftës ka shërbyer në trupat mbrojtëse të Kosovës dhe në forcën e sigurisë Kosovës deri në gradën general brigade. Enver Dugolli ka shërbyer si zëvendësministri i mbrojtjes në qeverinë Kurti 1 dhe për një periudhë në qeverinë Kurti 2. Ai ka qenë deputet në legjislaturën e 8 dhe të 10 të Kuvendit të Kosovës, ku në një mandat ka shërbyer si nënkryetar dhe në tjetrin si antar i Komisionit për çështjet të sigurisë dhe të mbrojtjes. Me numër 96, Fatos Geci. Fatos Geci ka përfunduar studimet bachelor dhe master në banka, finance dhe kontabilitet në Universitetin e Prishtinës dhe ka ndjekur studimet doktorale në njëjtën fushë. Ai ka përvojë në sektorin privat financiar dhe ka shërbyer si deputet në legjislaturën e 10 të Kuvendit të Kosovës, ku ishte antar i Komisionit për Buxhet dhe i Komisionit për Integrim Evropian. Me numër 97, Bajram Mavriqi. Bajram Mavriqi ka përfunduar studimet në ekonomi dhe master në menaxhment dhe që nga viti 2008 ka punuar në fushën e kontabilitetit në ndërmarrje private në Anamorov. Ai është zgjedhur deputet në Kuvendin e Kosovës në vitet 2025 dhe ka shërbyer në Komisionet për Administratë Publike dhe për mbikëqyrje të financave publike. Bajram Mavriqi është kryetari i qendrës së vetëvendosjes në Dardan Kamenic. Me numër 98, Fjolla Ujkoni.
Fjolla Ujkani ka përfunduar studime në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës dhe po ndjek studimet pas universitare në administratë publike dhe diplomaci. Ajo është zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës në 4 mandate dhe ka shërbyer në Komisionin për të Drejtat e Njerëzit, Komisionin për Integrim Evropiane dhe Komisionin për Punë të Jashtme e Diasporë. Me numër 99 Hysni Mehani. Hysni Mehani ka kryer studimet universitare themelore dhe master në Universitetin e Prishtinës në Departamentin e Filozofisë. Që nga viti 2013 është angazhuar në lëvizjen vetvendosje dhe aktualisht është kryetar i qendrës së lëvizjes në Skënderaj. Ka shërbyer si këshilltar për media në Ministrinë e Shëndetësisë, si dhe si këshilltar i lartë profesional në grupin parlamentar të lëvizjes vetvendosje. Aktualisht, Hysni Mehani ushtron detyrën e zëvendësministrit në Ministrinë e Financave. Me numër 100, Valon Hoti. Valon Hoti ka studiuar në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës. Ajo është angazhuar në lëvizjen vetvendosje që nga viti 2007 dhe ka shërbyer si antar i Kuvendit Komunal Malishev dhe si koordinator për qendrat në lëvizje për 8 vjet. Ka qenë këshilltar i lartë dhe shef kabinetin në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, si dhe deputet në legjislaturat 9 dhe 10 të Kuvendit Kosovës, gjatë së cilës ishte antar i Komisionit për Buxhet. Me numër 101, Filoreta Bujupi. Filoreta Bujupi ka përfunduar studimet master në drejtësinë Prishtinë, që nga viti 2002, ajo udhëheq biznes privat në fushën e aftësimit për drejtim të automjeteve. Në vitin 2021, është zgjedhur asambleist në komunën e Drenasit dhe ka udhëhequr gratë për vetvendosje për qendrën e Drenasit. Me numër 102, Alban Bajrami. Alban Bajrami ka përfunduar studimet në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Ai ka përvojë në sektorin privat si drejtori i burimeve njerëzore, që nga viti 2021 është deputet i Kuvendit të Kosovës. Albani është deputet i zgjedhur edhe në legjislaturën e 10 të Kuvendit të Kosovës, e në këtë legjislaturë ai ka qenë antar i Komisionit për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Transport, si dhe zëvendës kryetar i parë i Komisionit për Administratë Publike. Me numër 103, Tiona Reshica. Tiona Reshica është studente në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, drejtimi farmaci. Ajo është sekretare e Parlamentit Studentor dhe aktiviste në organizatën studentore Studim Kritik Veprim, me angazhim në çështjen e të drejtave studentëve dhe përfshirjes rinore në vendimmarrje. Me numër 104, Nevzat Aslani. Nevzat Aslani ka kryer studimet në menaxhimin e emergjencave civile pas ndërprerjes së shërbimit ushtarak dhe masave të viteve të 90-ta. Ai ka marrë pjesë në demonstratë të viteve 1988, 1989, ka qenë pjesëtar i ushtrisë qendrore të Kosovës dhe më pas ka shërbyer në trupat e mbrojtjes Kosovës dhe në forcën e sigurisë Kosovës deri në vitin 2026 në detyra taktike, operacionale dhe strategjike. Pas përmbylljes së shërbimit aktiv në FSK, ai i është bashkuar lëvizjes vetvendosje dhe kandidon për deputet në Kuvendin e Kosovës. Me numër 105, Haki Huruglica.
Haki Huruglica ka përfunduar studimet bachelor dhe master në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës dhe është në përfundim të studimeve në Fakultetin Juridik. Që nga viti 2021 ka qenë i angazhuar në institucionet qendrore të Kosovës, përfshirë kabinetin e presidentes, kabinetin e zëvendës kryeministës së Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, si dhe në Ministrinë e Bujqësisë në role këshillimore dhe koordinuese. Haki Huruglica vjen nga partia Guxo. Naim Rexhaj, numër 106. Naim Rexhaj ka studiuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës në drejtimin banka, financa dhe kontabilitet. Ai ka një karrierë të gjatë në sektorin financiar dhe bankar, duke punuar mbi 16 vite në bankën TEB si udhëheqës operacional, si dhe më herët në ProCredit Bank. Në aspektin profesional dhe shoqëror, ka qenë i angazhuar në organizata për persona me aftësi të kufizuara, sikurse Handikos. Që nga viti 2021 mban pozitën e kryesuesit të bordit në kompaninë rajonale të ujësjellësit bifurkacioni në Ferizaj. Me numër 107, Shqipe Jashari Ramadani. Shqipe Jashari është magjistre e menaxhmentit shëndetësor dhe eksperte certifikuar për siguri dhe shëndet në punë. Me mbi 10 vite përvojë në sektorin shëndetësor publik, kryesisht në Spitalin e Përgjithshëm në Ferizaj. Ajo aktualisht punon si eksperte për siguri dhe shëndet në punë, ka shërbyer 2 mandate si asambleiste në Kuvendin Komunal të Ferizajt. Shqipe Jashari Ramadani është kryetare e grave për vetëvendosje në Ferizaj. Me numër 108, Nazmi Hoxha. Nazmi Hoxha ka studiuar në Fakultetin e Veterinarisë në Zagreb. Në vitin 1997 është shpërngulur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka ndërtuar karrierë në sektorin privat në industri dhe menaxhim. Ka përvojë të gjatë në sipërmarrje, menaxhim dhe industri, duke zhvilluar aktivitet biznesor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nazmi Hoxha vjen nga partia Guxo. Me numër 109, Vajid Rexhepaj. Vajid Rexhepaj ka përfunduar studimet në gjeodezi në Fakultetin Teknik të Universitetit Prishtinës. Ka shërbyer si sekretar organizativ i qendrës tonë Dardan dhe që nga viti 2021 është shef i kabinetit kryetarit komunës Dardanës Kamenicës. Dhe me numër 110, Salih Zyba. Salih Zyba ka studiuar menaxhment dhe informatik në Universitetin e Prishtinës, ka qenë pjesëtar i 3 luftrave çlirimtare. Pas luftës ka punuar në sektorin publik dhe është angazhuar në lëvizjen vetëvendosje që nga themelimi. Ai ka shërbyer si deputet në Kuvendin e Kosovës në 6 mandate dhe ka mbajtur role të rëndësishme në komisione parlamentare, përfshirë fushat e mjedisit, drejtave të njeriut dhe të sigurisë. Salih Zyba është koordinator i qendrave të lëvizjes në vetëvendosje. Të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, këta pra janë 110 kandidatët të listës fituese të shtatë qershorit me numrin 116. E në përmbyllje të këtij tubimi, për të cilën ju falenderoj përzemërsisht të gjithëve, më lejoni që t'i drejtohem mërgatës tonë, bashkëdhetarëve tonë, se na kanë mbetur edhe 2 orë e 11 minuta afat për regjistrim për votim nga mërgata. Të dashur bashkëdhetarë, të gjithë ju që nuk do të mund vini fizikisht me 7 qershor,
fryzoni edhe këta pak minuta dhe bëhuni pjesë e një procesi teje të rëndësishëm e demokratik. Regjistrojuni e votoni. Unë e di që ju dëshironi të vini fizikisht dhe jeni ma shumë se të mirë se ardhur, por me gjithatë e di që ka të tillë që s'mund të vinë. E ata që s'mund të vinë duhet të regjistrohen. E ata që s'mund të vinë e s'janë regjistruar duhet të regjistrohen dhe i kanë vetëm edhe 2 orë 11 minuta tash. Prandaj ju lutem regjistrojeni sa më parë dhe me 7 qershor le ta bëjmë fitoren masive e le ta thyejmë edhe një rekord historik siç dim të bëjmë ne më së miri. Qytetarë të nderuar, ju e dhatë verdiktin tuaj në zgjedhjet e dhjetorit dhe i dhatë përgjigjet të ashpër blokadës 10 mujore të blokut opozitor. Ata, duke mos e njohur e pranuar këtë rezultat, po e duan edhe një përgjigje nga ju. Qëllimi i tyre është të na pengojnë, por nuk do të mund na ndalin. Së bashku me ju do të vazhdojmë përpara. E kur jemi të bashkuar, nuk ka pengesë që nuk e kalojmë. Sot, pas 3 javësh votojmë. Andaj le të angazhohemi gjithë bashku për këto 20 ditë të mbetura, gjithandej vendit e në secilën komunë tonën, që të dalim masivisht dhe të shprehim vullnetin ton përmes votës. Vota juaj, vota e të gjithë neve i jep fund pengesave, blokadave dhe çfarëdo dileme. Kjo pra është lista e fitores tonë. Me 110 kandidat të shkëlqyeshëm. Zgjedhni 10 prej tyre. Jo ma shumë, 10 prej tyre. Në anën e djathtë të flet votimit me 7 qershor. Aty, cilin do që e zgjedhni, nuk gaboni se secili më të mirë se tjetri. Por më e rëndësishmja, në anën e majtë të flet votimit, aty ku janë subjektet politike, mos gabonit, mos e votoni numrin 1-6. Aty e keni subjektin që ja vlen fort dhe një numër që ju duhet. 116, lëvizjave të vendosje, mirupafshim në takime, tubimet radhës, cep më cep Republikës sonë. Ju duam fort, faleminderit për pjesëmarrje e vëmendje. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never